Bamir Topi, që mbante detyrën e presidentit gjatë protestës së dhunshme të 21 janarit 2011, ku shkaktuan 4 viktima, mendon se e përgjegjëse për mosbardhjen e ngjarjes nuk është më drejtësia, por politika. Sipas tij, 21 janari ka mbetur një datë në kalendar pasi ende nuk i është bërë gjyqi politik. Sot e akuzuara e madhe e 21 janarit mbetet politika e të gjitha krave. Sepse mbas 4 vitesh shikoj që së pari nuk është bërë gjyqi politik i 21 janarit. Dhe gjyqi politik i 21 janarit duhet të bëhesh dhe duhet të bëhet në parlament. Fakti që të gjithë sot janë në heshtje, madje pjesa kryesore e politikës mezi pret që të kalojë 21 janarit dhe për të kaluar prapë në heshtje, kjo është arsye që them që nuk keni pse akuzoni drejtsinë. Bamir Topi thot se majoranca ka frikë të merret me këtë ngjarje dhe se Edi Rama po tregohet i dobët përballë kundërshtarit të tij politik. Pas këtij qëndrimi kritik ndaj politikës, ai bëri këtë propozim. Së paku të shfrytëzoj atributet kushtetuese që kanë, të bëj një propozim. Ta çojnë këtë propozim në institucionet që i kanë të drejtën për dhënë dekorate, le t'i japin Sali Berishës sot, mas 4 vitesh, një medalje, medaljen e trimërisë, medaljen e meritës, sepse me 20 janar ai realizoi 2 gjëra. Nga dritaret e kryeministrisë u vran njerëz të pafajshëm në bulevard, nga zyrat e kryeministrisë u akuzuan në rënd institucionet e shtetit. Kreu Frymës së Re Demokratike i bëri deklarantat në Elbasan pas një takimi me strukturat partijake atje.